mes grykës së maleve e mes lisave që bartin histori mes vete. Në malet e shalës së Lipjanit gjendet kulla e Vebi Shamollit, i cili u vran nga ushtria serbe. Sot djemtë e tij ndërtuan këtë kullë pikërisht në vendin i cili kishte shërbyer si vendstrehim për mijëra refugjat. Përpara se të kaloj tek qëllimi i ndërtimit të kullës, Muhamet Shamolli flet për rëndësinë e kullave në të kaluarën që kishin shërbyer si shkolla e çfarëdo institucioni tjetër. Unë ju falenderoj se keni gjithë ku hjenjarë të mënë Krishtin, këtë grykën e qëndresës, sepse dikur para 25 vitën këtë gryk ka qenë përmbushur për plot me njerëz që vendosur të ikur për shtëpia e tyre. Jemi ardhur në këtë vend ku shitet ky objekt që quhet kulla e Vebi Shamollit. Pak fjalë për kullat, mëse po e shohim këtu, ku flas pak fjalë se kullat kanë qenë simbole popullit shqiptar, simbole që kanë prit shokun, mikun, dashamirin, po në herët kanë luajtur role të shumë thjeshta, sepse tek ne kanë mungu shkollat, kanë mungu mësojtorët, kanë mungu punëtorët të arsimit, sepse shkollimin e kemi pas një gjuhë tjetër këtë huj, se s'kemi pas drejt shkollohemi, e në për kulla, edhe është mësu, edhe është luajt rol i madh në aspektin kombëtar tradicional e shumë thjeshtë. Muhameti flet për shkollimin e tij të vështirë i cili kishte qenë me disa ndërprerje. Shkollimi i tij, një hap i guximshëm dhe me barriera për të, por për fat të mirë ishte punësuar më njëherë si mësues. Unë jam i lindur në fshatin Pushal. Shkollën fillore kam mbaruar në Pushal, me një ndërprerje sepse në vitin 1956 Rankoviçi na mbylli shkollën. Kështu me një pauzë vijvjeçare filloi përsëri shkollimi, e kreva shkollën fillore këtu, pastaj jam regjistruar në shkollën e mesme Zenel Ajdini në Ferizaj, shkollën normale, e kam mbaruar shkollën normale në vitin 1968 dhe prej vitit 1968 jam kthyer në fshat, kam punuar në shkollë me nxënësa prej klasës parë. Zakonisht ka qenë një drejtor një Shaban Shala i Kishnarekës, po më thotë me marrë një lanë tjetër, historia, diçka me lanë. Jo, ta drejtor nuk do ta marrë histori. Do ta marrë klasën e parë, se aty do ta gjej pushimin, do ta gjej knaqësinë, dhe ata filizat të ri do të mundohen me i drejtu në rrugën e mirë, në rrugën e drejtë. Do t'ju jap aty në edukat mirëfillt nëse më dhe arsimin. 44 vite të jetës i kaloi me ditar në dorë dhe qëllimi që ja kishte vendosur vetes kishte qenë drejtimi i fëmijëve në rrugë të drejtë, e veçanërisht në një kohë kur thotë se 80% e popullatës kishte qenë e pashkolluar. Përmendja se jam mundu, sa kam mujt me arrit qëllimin tim. Nuk kom kursy atë gjanë, se kom ditë që kam të bëj me një popull të parë si mu, një popull që unë kur jam marrë në shkollën time kanë qenë 80% popullata, kanë qenë të parë si mu. E jam mundu me arrit ato qëllimin për cilin jam përgatit. Kemi pas një mësues vjetë, po marrë pak një krahasim se aja kemi arrit qëllimit e ju, një Beshir Bajraktari. Tani dikur, kur kam qenë në shkollë, të punu, kemi pas edhe empin pedagogjik, këshilltar pedagogjik i kemi quajtur. E këshilltar pedagogjik ka luajtur një rol shumë e rëndësishëm në shkollat fillore. Se ata nuk kanë ardhur na kritiku, po me këshillu. Kemi mbajtur orën mësimore, pastaj jemi dalë e kemi bërë analizën e orës mësimore, nëse kemi bërë ndonjë lëshim dhe negativ. Kur deshta me fol për Beshir Bajraktarin, ai mësues gjithmonë me rezultate në suksese shumë të mira, sa pedagogit është Basabeq. Çfarë metode po përdorur në Basabeq që kaq mirë po kuptojnë gjithë. Basi thonë vetëm një metodë gjatë jetës e kam bërë, vetëm metodën me mishë me shpirt. Edhe unë jam mundu me qatë metodë me punu me mishë me shpirt për ata fatosat vogël, mirë, edhe për të ardhmen e Kosovës, sepse e ardhmja e Kosovës është rinia tonë. Sot pikrisht në vendin ku kishte dhënë frymën e fundit babai i tij, është vendosur pllakata, ndërsa në emocione i biri i flet për momentet e fundit të babait të tij. Sola një 2-3 fjalë më herët për qëllimet, për kullën, çfarë role ka luajtur,
Po qëllimi pse kemi ngrit këtë kull është sepse këtu në këtë pllak që po shihet afër neve është fotografia babait tim, i cili ndjeri në 28 gusht 1998 ndroi jetë mu në këtë vend ku është pllaka, frymën e fundit e hoqën nga organizmi i tij. Sepse në këtë gri, në Shalin, shtëpi për kreq, kanë qenë vendosur më tepër se 20.000 vjet ku e pam edhe pllakën aty të vendosur që shkruan krejt. Edhe me 28 gusht kemi qenë vendosur aty se kjo pjesë e malit është e imja. Ne kam pasur një tezak të llatot me familje, sikur gjithë shqiptarët që kanë pas familjarë plot për plot. Edhe jo ndoshta familjar, po i kanë pritur edhe të tjerë vëllezër, motrat e misht e dashamirët e vet. Ushtria serbe e vendosën nalt atje në malet e Kleshkës, ka qëndru, ka krejt fshatin, ka myt bakti, ka myt njerëz, ka bërë çmos, si ka ditë aja me vepru ashtu. E Gërsina, ata kanë fillu me gjuhë dikur ka hora 15:04, në këtë gryp me shtisë, kanë ditë që popullatën plot tu, edhe babajën digjenet e krisma në fillim, kanë gjuhë me do krisma me do arme ma të leta, edhe del poshtë, bret poshtë afër lumit, sigurisht kur kanë gjuhë me ato mina helsa sane, nuk i ka ra krejt trup se e kish blu, po mjaftojnë sa për me ndru jetë, një djali imi ma i vogli, tani punon të sekreni, mentor Shamulli. Kur ofrohet atë nga thët babaj pas ka vdek, këtu derit e pllaka kemi prunë, edhe këtu ka ndru jetë. E kemi ngrit këtë kull për hir tina, sepse si shifit me adveshje kombëtare, edhe nante thash mrena në kull, me adveshje kombëtare, prej moshës 17 vjeçare ka bojt, edhe kur njëherë nuk i ka hjek prej trupit. Ka qenë një plak i ullë, një plak modest, një plak i mirë, nuk ka qenë një arsimum, po ja ka ditë vlerën dhe rëndësinë arsimit. Sepse, kur më bëllë të vjeqarja, a i po më thë, qka më bjerë krye klasën e 8, që ta që po t'jabën mësim, une më kanë dhamë mua mësim me klasën e 8 në atë, po i kanë pojtë dhe kurse pedagogjike ka 2-3 muaj vere. Shko krye, kreva klasën e 8, barova, hajtë normalën të izajë një klasë a e jam puno. U registruva edhe e mbarova edhe normalën. Do të thotë nuk ka qenë i edukum, i arsimuar, por ka qenë i edukum dhe ja ka ditë vlerën arsimit. Në kull janë të ruajtura edhe rrobat e babait të tij, që i kishte pasur prej moshës 17 vjeçare e derisa ishte vrarë. Këtu Muhameti flet edhe për fëmijërinë e rënë të babait, i cili kishte mbetur jetim në moshën 4 vjeçare. Rrobat që po i shohim këtu në këtë kull janë të babait tim. Atë ditë kur ka ndru jetë, ja kemi hik, dhe për asoj dite që ndrujmë të në kullë. Këto rrobe, si më ka thonë aj, prej moshës 17 vjeçare, i ka vesh dhe i ka mbojt deri ditën e fundit, deri kur ka ndru jetë. Tu kanë qenë rroba që ka pas prej moshës 17 vjeçare? Prej moshës 17 vjeçare, sepse, do të flasëm edhe poshtë, se ky ka met pa prind në moshën 4 vjeçare. 4 vjeçare, aj që shqive në fotografia të gjyshim, ushtar në Kragujevës, vitin 1926, mas 3 muajve kanë lajmëruar se ka vdek, as kanë pru kufum, as kanë pru kullo. Do të thotë vdekje enigmatike, dije si kanë shku vëllezërit tonë në shërbimet ushtarake dhe si janë kthyer në Arkevulje. Po me fol për të kaluar për historikun e babait, është pak e rëndë, se të gjithë shqiptarët gati, si kanë vujt, të gjithë shqiptarët që në gazermat ushtarake të ish Jugosllavisë, kur kanë ardhur, kanë shkuar në Shëmir, kanë shkuar të përgatiten se mjeku kanë kontrollu fizikisht edhe psikikisht, po kur i kthyen në Arkevulje. Babai im ka met pa njerin prind, pa babojn në moshën 4 vjeçare. Se gjyshi im ushtar në Kragujevës, ushtar i kralit në vitin 1926. Dhe nuk kanë lajmëruar edhe për vdekjen e tij, nuk e kanë prunë kufomën, do të thotë mas 3 muaj dite kanë lajmëruar se ka vdek me Shamulli. Pas një kohë ka ardhur një shok i tij, i barit vogël, në Rama, edhe ja bën një kuti të dohanit, gjyshës dhe diçka tjetër, thotë, po qysh më rebirë, të më tregoj, qysh ka vdeka, qysh, oj gjysh, oj luka, nana, si ka thonë, thotë, vallaj, në dhomën ku kemi thirë, ka qenë shtrati 2 katësh. Në atë shtrat, unë kam qenë poshtë, ai ka qenë nalë.
në mëngjes sot nga thonë, Met Shamolli ka vdek. E kemi kemi vorrus, e di venin ku është vorrus, atë tabelën e drunit që ja kemi shkruar emrin e tij, se ç'është ka vdekur, e dihet vdekja e atij që ka ndodhur të gjithë shqiptarët. E babai im, prej moshës 4 vjeçare, për kujdesin e tij është kujdes gjyshja e tij dhe nana. Ka qenë një fëmijë sigurisht rrit në kushte të mira, se kemi pas shumë pasuni e tokë, ma herët pasunia më e madhe ka qenë toka, e nuk ka pas nevojë shumë të punoj sepse me atë tokë që kanë punuar të tjerë, ja kanë punuar pjesën e tina dhe ka pas të ardhurë materiale të mira. Dhe kështu që ka kalu jetë mirë, jetë qetë, jetë si gjithë shqiptarët, po mirë. Edhe ka kriju një familje shumë të mirë, një familje të edukuar, një familje të arsimtuar. Sot tash ndoshta është pak e tepruar, po dikur kur në familjen tona ne dy po sot familjen time i kam numëruar, kam 27 me fakultet dhe me magjistraturë. Vetëm familjen tim, prej që ti babait dhe nanës time. Prej ti sot jemi më tepër se 60 anëtar prej tina. Refugjatët ishin të shumtë, e përveç tyre, kishte qenë vend që kishte shërbyer edhe si pikë strategjike për ushtrinë tonë. Kemi vizituar për plot. Por vinë ata të cilët gjatë luftës kanë qëndruar këtu, bile një vëlla im i treti, ai është kujdes shumë se kemi pas, drejt gron kemi pas. Ja, një hambar aty, edhe ju ka dhënë nisër dhe gronë e tjerë, edhe vinë, na falenderojnë, na përshëndesin, si neve, si të gjithë tjerë, që ju kanë ndihmu, kush ka pas mundësi me ndihmu. Do thotë këtë kull e kemi vendosur që brez pas brezit përmendet emri i tij, përmendet veprat e tij, po dhe plus asajna në shol kemi ambulantën, 2 katëshe, ambulantë familjare, e cila mban emrin e babait tim. Ambulanta familjare dhe Bishamon. 2 katëshe punon 2 ndrimet. Ambulantën e kemi ndërtuar me mjete vetanate. Vetë kemi punuar. Ja kemi dorëzuar shtëpi shëndetit, edhe aja ka të ndryshyrën kujdesin për ta. Do thotë, babai im, ne si djemë jemi mundu të kryjmë dhe obligimin dhe i ti, por ndoshta jo s'mujmë i kryjmë se sa ka punu, sa ka vepru, çfarë kontributi ka marrë për neve, por jemi mundu me këtë simbol këtu, me këtë kull, po them simbol i pritjes së mikut, shokut, dashamirët, po edhe me kullën atje, që me ambulantin që kemi ngrit 2 katëshe, me shërbimet që bëhen atje shëndetësore, më mërmendja se i kemi përmbush deri diku obligimin ndaj babait. Ne po të falenderojmë shumë për kohën, për gjithçka që ndave për këtë intervistë me neve, ishte shumë kënaqësi me kalu Unë ju falenderoj shumë për kohën që keni gjetë, po më vjen keq që ndoshta ka qenë nevojshëm të folë për këtë grupë për male kreshnike, për ushtrinë tonë zhvillimtare, për rolin që ka luajtur, për kontributin që ka dhënë, për kujdesin që ka bën ndaj popullatës, sepse këta njerëz që kanë jetuar në këtë grupë e kanë pasur ekstrem sigurt, sepse ushtarët tonë, vëllezërit tonë edhe motrat tona nuk kanë vjedh ditën edhe natën, kanë gjetur në pika caktuar në burr, në shi, pa ushqim, pa veshje, pa mbathje, vetëm popullata me jetu këtu e sigurt dhe e qetë. Ky monument do të mbetet si një shenjë përkutimore për VB Shamollin dhe fuqisë që kishin treguar këto magj gjatë kohës së luftës, si dhe një dashuri dhe respekt që fëmijët e tij sot gëzojnë për të.